بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Emin Allah të të falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, atij lutemi të na ruaj prej së keqes së veteve dhe veprave tona, cilin ndo që Allahu udhëzon nuk ka kush ta devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kush ta udhëzojë atë as kush tjetër përveç Allahut. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi çdo besimtar që e ndjek dhe e pason rrugën e tij deri në ditën e fundit. Thot autori, Allahu mëshiroft: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. Dhe se ne thot nuk I bëjmë tekfir askujt nga njerëzit e kibles, pra nga muslimanët, përderisa ai nuk e bën këtë gjë të lejuar. Kjo fjalë e autorit lidhet me çështje që kanë bënë me imanin tek ehli suneti dhe xhamati. Pra, kush është imani, besimi tek ehli suneti dhe xhamati? Dhe çështja e parë, kemi se ehli suneti dhe xhamati nuk I bën tekfir askujt prej muslimanëve, përderisa ai atë gjunaf që e vepron nuk e konsideron të lejuar. Pra ka prej njerëzve që I bëjnë tekfir muslimanëve pa të drejtë, pra pa ndonjë arsyetim sheriatik dhe kanë teprim në tekfir. Dhe këtu kemi një palë tjetër të cilët e bëjnë islamin mburoj nga tekfiri. Pra, përderisa njeriu është musliman dhe ka hyrë në islam, atëherë ky lloj cilësimi nuk ndryshon tek njeriu pavarësisht veprave që njeriu vepron. Kuptohet që të dyja këto palë janë në gabim dhe janë në kundërshtim me atë që kanë treguar argumentet, cilat tregojnë se në moment që islami I njeriu të vërtetohet, atëherë kufri I tij nuk mund të pohohet vetëm se me siguri. Sigur se argumentet tregojnë që ka vepra pra të cilat nëse njeriu I vepron, atëherë këto ja rrënojnë islamin e tij. Pra, qëllimi është se ehli suneti dhe xhamati nuk e gjykojnë tjetrin si jo besimtar, apo të nxjerrin nga islami, apo të thojnë se ky është përgjithmonë në zjarr për personat të cilët veprojnë gjunahe dhe mëkate të mëdhaja. Tekfiri nuk është një dëshirë apo një vegël që e ka personi në dorë dhe e përdor si doj. Dhe nuk është as, domethënë, ndëshkim që e ka dikush, e në moment që dikush vepron diçka që njeriu nuk është dakord, unë do ta ndëshkoj me tekfir. Kjo pra nuk lejohet. Tekfiri është sipas asaj që na ka treguar Allahu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra ato argumente dhe ato vepra të cilat ka argument se me të vërtetë janë dalje prej feje. Çështja e dytë nga kjo fjalë e autorit është se tekfiri është gjykimi I personit për me kufër të madh, se ai ka vepruar kufër të madh, pra dalje nga feja. Dhe ehli suneti e xhamati për të arritur këtë gjykim kanë vendosur kushte që duhet plotësohen. Dhe kushti I parë është që të pohohet se kjo fjalë ose vepër ose besim që njeriu e ka me të vërtetë është prej veprave ose prej fjalëve ose prej besimeve të cilët e nxjerrin njeriu nga feja me argument pra prej Kuranit dhe Sunetit. Në moment që vërtetohet kjo bashkë me kushtet e tjera, atëherë njeriu gjykohet që me të vërtetë ka dalë prej feje. Dhe në bazë të kësaj thuhet
se kjo nuk mund të zbatohet, pra ky gjykim nuk mund të zbatohet për atë person i cili kryen mëkatet mëdhaja. Për shkak se kjo është ajo që na kanë treguar argumentet. Dhe ai i cili bën mëkate, qofshin të vogla, qofshin të mëdhaja, edhe nëse janë shumë, edhe nëse ai është, domethënë, i dhënë pas këtyre mëkateve, edhe nëse i bën hap tazi, atëherë këto mëkate, këto gjunafe nuk e nxjerrin njeriu nga feja. Nuk e nxjerrin njeriu nga feja për shkak se ngelen në rrethin e gjunafeve të vogla që nuk arrin, më thonë, në gradën e kufrit. Dhe kjo faktikisht është ndryshimi që ka ehli suneti dhe xhamati midis Khawarijve, po edhe Mu'tazilëve. Khawarijët thanë që në bazë këtyre gjunafeve, në bazë të gjunafeve njeriu bën kufër. Prej tyre janë atyre që kanë thënë, domethënë, për çdo person që bën një gjunaf ka dalë prej feje. Disa e kanë lidh këtë gjykim vetëm me mëkatet e mëdhaja, e disa tjerë kanë thënë që ai i cili del nga feja është ai i cili i bën këto mëkate, qofshin të mëdhaja ose të vogla, dhe është i dhënë mas tyre, domethënë, edhe nuk ndalohet. Pra sido që të vi puna, ai vazhdon t'i veprojë. Ndërsa Mu'tazilët pak a shumë si Khawarijët kanë rënë dakord për diçka. Se edhe Khawarijët dhe Mu'tazilët thonë që njeriu i cili vdes në këtë gjendje në botën tjetër është përgjithmonë në zjarr. Mirë, po Mu'tazilët në këtë botë thonë diçka tjetër, që njeriu është midis dy, është në një pozitë midis dy pozitave, domethënë. Edhe nuk thonë që është, pra, thonë që ka dalë nga Islami, thonë që ka dalë nga Islami, edhe nëse nuk kanë rënë, domethënë, në kufër. Pra ato Mu'tazilët e pohojnë që ato nuk kanë rënë në kufër, mirë po kanë dalë nga Islami. Ama kanë rënë dakord me Khawarijët se këta gjunaqtarë në botën tjetër janë përgjithmonë në zjarr. Nuk ka dyshim që këto të dyja, domethënë, që i përmendëm, janë mendime që nuk ja kanë qelluar të vërtetës. Ehli Sunneti dhe Xhamati thonë që njeriu i cili ka mëkate, ai vazhdon të mbetet musliman. Por se merr emrin fasik, pra njeri që ka, domethënë, probleme, ose siç kanë thënë, mu'minun naqisul iman, musliman, pra besimtar me iman të mangët ose me iman të dobët, ose siç kanë thënë, mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Pra besimtar për shkak të besimit të tij dhe fasik për shkak të mëkatit të tij. Pra qëllimi është se nuk e nxjerrin ehli sunnit dhe xhamati njeriu prej islamit për shkak të gjunafeve. Për këtë arsye ehli sunniti ka atë rregullin që thonë el-asi, pra gjunafçari, la yusafu bil iman al mutlaq wa la yunfa anhu wasfu al mutlaq, wasfu mutlaq al iman. Pra gjunafçari nuk cilësohet se ai është besimtar, pra në formë të përgjithshme, po as nuk i hiqet atij kjo lloj cilësie. Ti thuhet që ai nuk është besimtar. Mirë, po kanë atë shpjegim, siç e tham, domethënë besimtar, mirë, po me iman të dobët. Sikurse kanë rregullin tjetër ehli sunneti dhe xhamati se aslul iman, pra baza e imanit nuk mund të bashkohet me bazën e kufrit. Pra kur kemi bazën e imanit nuk mund të bashkohet me kufër të qartë i cili të nxjerr nga feja. Porse rregulli tjetër është se mund të jetë tek personi besim dhe kufër, ka për qëllim kufër, pra degët e kufrit dhe jo kufri në vetvete. Pra degët e kufrit këtu futen gjunahet dhe mëkatet, që janë të vogla ose të mëdhaja, dhe jo vetë kufri, dhe jo baza e kufrit e cilat i asgjëson veprat.
Çështja e tretë, argumentet e ehlis sunetit dhe xhamatit se njeriu i cili ka mëkate, gjunafe, nuk del prej feje, vetëm nëse i bën, e bën këtë gjunaf të lejuar, pra ma lem yastahillahu, përderisa nuk e konsideron këtë mëkat diçka të lejuar, faktikisht argumentet janë shumë. Ne mund t'i ndajmë me grupe. Domethënë grupi i parë janë argumentet të cilat tregojnë se ai i cili vdes dhe nuk i ka bërë Allahut shirk, se ati do t'i falen mëkatet dhe nuk do të jetë përgjithmonë në zjarr. Nga argumentet më të drejt për drejta të ehli sunetit është argumenti inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Se Allahu nuk fal t'i bëhet atij idhujtari, shirk, dhe se përpos kësaj fal çfarë të doj dhe për këtë të doj. Pra ky është argumenti kryesor, po themi, që ehli sunet dhe më i qartë që ehli suneti kanë përdorur se gjunahçarët me të vërtetë Allahu i fal dhe nuk janë për jo besimtarëve të cilët do të jenë përgjithmonë në zjarr. Sikur se thot Imam Buhariu dhe Muslimi nga hadithi Muadhit se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa haqqul ibadi ala Allahi alla yu'adhib man la yushriku bihi shay'a." Dhe e drejta e robërve ndaj Allahut është që Allahu mos t'i ndëshkojë ato, aleikum selam, përderisa mos t'i ndëshkojë ata njerëz të cilët nuk i bëjnë atij shirk. Sikur se është hadithi që e përcjell Imam Tirmidhiu, hadithi qudsi pra që e përcjell profeti sallallahu alajhi wasallam prej Allahut, se Alhu thot: "O biri i Ademit, nëse ti më vjen mua sa gjerësia tokës me mëkate dhe pastaj nuk më ke bërë mua shirk, do më gjesh mua, thot, me gjerësinë e tokës, pra me falje." Se Allahu pra ja fal mëkatet e robit sa do qofshin. Llojet e dyta të argumenteve janë ato argumente të cilat tregojnë se fundi i gjunaqarëve prapë do të jetë në xhennet. Këtë e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga hadithi e Abu Dharrit radhiyallahu anhu se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Më erdhi mua Xhibrili alayhi salam dhe më përgëzoi se kush vdes prej umetit tënd edhe nuk i ka bërë Allahut idhujtari pra shirk, do të futet në xhennet." Edhe i thash, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, i thash: "Edhe nëse bën zina, edhe nëse vjedh?" Tha: "Edhe nëse bën zina, edhe nëse vjedh." Pra përderisa nuk i ka bërë shirk Allahut, atëherë përfundimi i tij është në xhennet. Llojet e treta të argumenteve janë ato të cilat tregojnë se imani dhe vllazëria e Islamit ngelet edhe për ata të cilët kanë bërë mëkate të mëdha. Pra ai person i cili ka bërë mëkat të madh, imani, pra emërtimi i atij si musliman dhe vllazëria në Islam mbetet, sikur se ka treguar Allahu subhanahu wa taala për atë personin i cili ka vrarë një musliman, pra muslimani i cili vret një musliman. Thot Allahu: "Faman ufiya lahu min akhihi shay." Edhe ai i cili ja fal vllait tij, thot, ai i cili ja fal vllait tij, prap Allahu vrasësin e ka qujt vlla të atij i cili është vrarë. Pra muslimani vrau muslimanin edhe Allahu prap e ka qujt vlla. Tregon që ai domethënë që e ka bë atë vrasjen, prap ngelet vlla i muslimanit tjetër, pra prap ngelet besimtar, prap ngelet musliman dhe nuk e bëri vepra e tij, domethënë jo besimtar. Llojet e katërta të argumenteve janë argumentet e prera, të cilat tregojnë se ata të cilët e kanë njësuar Allahun, e kanë veçuar Allahun në adhurim, do të dalin nga zjarri i xhehenemit, qoftë me ndërmjetësim ose me faljen e Allahut xhelle fi ula. Për këtyre janë hadithet, domethënë, ndërmjetësimit, e shefaatit, të cilat janë shumë, edhe është transmetuar
nga më shumë se 20 prej sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, të gjitha tregojnë se këto mëkatar, të cilët do të futen në zjarr, do të dalin me ndërmjetësimin e muslimanëve. Edhe ka dalje tjetër të cilat Allahu subhanahu wa taala ka për t'i nxjerr vetëm me mëshirën e tij. Këtë e transmeton Imam Buhariu, pra një argument nga fjalët e profetit sallallahu alaihi wasallam, thotë: "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah", pra do dali prej zjarrit ai i cili ka thënë la ilaha illa Allah, wa fi qalbihi waznu sha'iratin min khair, dhe në zemrën e tij ka sa elbi prej mirësisë, pra prej imanit. Dhe do dali nga zjarri ai i cili ka thënë la ilaha illa Allah, dhe në zemrën e tij ka sa gruri prej mirësisë, pra prej imanit, dhe do dali prej zjarrit ai i cili ka thënë la ilaha illa Allah, dhe në zemrën e tij ka sa kokra, pra e misrit, prej mirësisë, pra prej imanit. Dhe kjo lloj cilësimi nuk mund të përdoret vetëm se për atë të cilin ka pas besim në zemër, pra për besimtarin. Edhe nuk mund të përdoret gjithashtu edhe për njeriun e devotshëm. Pra ngelet që ky cilësim përshtatet për mëkatarin i cili ka qenë musliman, sepse nuk mund të thush për njeriun e devotshëm, pra imani i tij në zemër, sa gruri, sa misri, sa elbi. Po kjo thuhet për atë person i cili nuk është këtë devotshmit, është musliman mëkatar, për shkak të mëkateve të tij, kaq iman ka pas në zemër ai, pak. Pra dhe ky është argument që tregon se mëkatarët, gjunaqtarët do të dalin nga zjarri, pra për shkak të mëshirës së Allahut xhalla fi ula. Lloji i fundit i këtyre argumenteve është argumentet të cilat tregojnë se Allahu subhanahu wa taala në Kur'an si dhe në Sunet, për ata persona të cilët kanë mëkate të mëdha, ka vendos një ligj, një masë ndëshkimi, ka vendos një masë ndëshkimi. Pra ai i cili vjedh për shembull ka masën e ndëshkimit, ai i cili domethënë bën zina ka masën e ndëshkimit, e kështu me radhë. Edhe nëse ato të cilët kanë mëkate do të ishin jo besimtar, atëherë masa e ndëshkimit domethënë do të ishte si për atë i cili ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, kush ndoron fenë e tij, pra është në shtet islam me shariat, edhe kush lë fenë, atëherë ndëshkimi atij ose masa që merret në shtetin islam është sa i vritet. Dhe nëse do të ishte ai i cili bën mëkate të mëdha jo besimtar, atëherë kjo masë do të merrej dhe nuk do të merreshin masat e tjera që janë për mëkatet e ndryshme që na kanë ardhur në Kur'an dhe në Sunet. Vazhdojmë tani te fjala e autorit ku thot wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanb. Pra nuk i bëjmë tekfir, prap domethënë tek çështja e katërt e fjalës së autorit, nuk i bëjmë tekfir muslimanëve për shkak një gjunafi. Ehli Suneti dhe Xhamati kur përmendin gjunaf këtu kanë për qëllim gjunafet e vogla dhe faktikisht po të shikosh te librat e selefëve e shikon që me gjunaf gjithmonë kjo ka qenë për domethënë ky ka qenë kuptimi. Ka qenë kur flasin te librat e selefëve dhe te librat kur kanë shkruar dietarët në akide, kur është përmend ky lloj termi dhe nuk i bëjmë tekfir muslimanit për shkak të ndonjë gjunafi, gjithmonë kjo fjalë e gjunaf përfshinte gjunafet, domethënë që janë poshtë kufrit, qofshin këto gjunafe të vogla ose të mëdha, ama që nuk janë kufër. Duke qenë se është e tillë, sa herë që të përmendet ky lloj termi, ne normalisht duhet i kthehemi kuptimit që kanë pas edhe selefët, pra dhe mos t'i japim kuptim tjetër që nuk e kanë pas selefët e këtij umeti. Dhe sipas kësaj, nëse shikohet që mund të ketë në një keq kuptim, pra dikush mund ta keq kuptoj edhe mund të mendoj se fjala gjunaf këtu përfshin çdo lloj gjunafi, domethënë që Allahu e ka ndalu, përfshi këtu edhe kufrin, edhe gjunafet e tjera, atëherë këtu tregohet, domethënë sepse dikush mund të thotë me argument gjunaf është dhe kufri, pra me fjalën gjunaf ato marrin kuptim çdo gjë që Allahu e ka ndalu me Kur'an dhe me Sunet. E përderisa
fjala gjinaf i përfshin të gjitha, atëherë thot ne nuk i bëjmë tekfir, thot edhe për veprat që realisht janë tekfir. Edhe kur mund të ketë një keq kuptim të tillë, atëherë lind nevoja me u sqaru. E shikojmë domethënë se ka shembuj prej Imam Ahmedit, kur është pyet Imam Ahmedi dhe domethënë i kanë thonë ose ka thënë vetë Imam Ahmedi, pra për ta qartësuar, ka raste kur mund të bëhet kjo lloj ngatresë, ka thënë la nukeffiru ahadan min ahli at-tauhid wa in amilu al-kaba'ir. Pra që të qartësohet, ne thot nuk i bëjmë tekfir asnjërit prej njerëzve të tauhidit, edhe nëse veprojnë pra gjunafet e mëdhaja. Edhe po ta shikosh ka përmend nuk i bëjmë tekfir asnjërit prej njerëzve të tauhidit, pra që e kanë njësuar Allahun, edhe që të qartësohet më shumë edhe nëse veprojnë gjunafet mëdhaja, pra që mos të ketë vend për keq kuptim. Atëherë kur shikohet pra se mund të ketë vend për keq kuptim, përdoret mënyra dhe forma më e saktë që mos le keq kuptime. E po ta shikosh, domethënë prap Imam Ahmedi është pyetur edhe i është thënë ne nuk i bëjmë tekfir asnjërit, domethënë për shkak të gjunahut, dhe Imam Ahmedi ka thënë heshti, ka thënë uskut. Pra sepse pyetja që i erdhi kishte për qëllim atë që thash, e pyeti nuk i bëjmë asnjërit tekfir për shkak të gjunafit, pra gjunafit me kuptimin që domethënë këtu gjunafi përfshin gjunafet e vogla, të mëdha dhe kufrin, pra gjërat që Allahu ka ndaluar përgjithësi. Imam Ahmedi tha uskut, pra hesht ka thënë, edhe tha men taraka as-salata faqad kafar, ai i cili e lë namazin thot ai ka bërë kufër. Gjithashtu, sikurse transmeton Muhammad ibn Nasr al-Marwazi në librin Madhërimi i namazit, nga Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, se ai ka thënë la yukaffaru ahadun bi dhanbin illa tarika as-salati 'amdan. Kjo është thënë Imam Ahmedit, pra se nuk bën tekfir ose nuk bën kufër askush për shkak të gjunafit, vetëm se lënë si namazit me vetdije, ka thënë. Edhe rregulli që ka ehli suneti, pra ose rregulli që kemi për këtë gjë, në moment që ka keq kuptim për këtë lloj rregulli, atëherë e lë atë termin që mund të jetë përdor, pra nuk i bëjmë gjunaf për shkak një gjunafi, edhe i qartëson domethënë që mos të ketë vend për keq kuptim. Dhe thuaj që domethënë njeriu po nuk i bëjmë tekfir për shkak të gjunafeve të vogla e të mëdha, jo për shkak të domethënë të gjërave që me të vërtet çojnë në kufër, se ka vepra që të çojnë ose fjalë që të çojnë në kufër, dhe atëherë sqarohet që ky lloj rregulli ka për qëllim gjunafet e vogla ose të mëdha, të cilat nuk të nxjerrin prej feje. Çështja e pestë tek fjala e autorit, përderisa ai nuk e bën ma lem yastahillahu, përderisa nuk e bën të lejuar. Istihlali është besosh që diçka është e lejuar, pra kuptimi qëllimi i ehli sunetit dhe xhamatit është se gjunafet në vetvete, pra gjunafet e vogla, nuk të çojnë ose të mëdhajat nuk të çojnë në kufër, vetëm nëse ka i bashkangjitet atyre diçka që bëhet ajo shkak që ky gjunaf domethënë ta çojë njeriu në kufër. Dhe për kësaj është istihlali, pra që të mendoj se kjo gjë është e lejuar. Pra çështja e cila bëhet më e qartë, themi se ai i cili bën një mëkat dhe e beson se ky mëkat është i ndaluar, atëherë ky nuk del prej feje, ky thjesht është gjunaqar. Mirë, por nëse ai bën një mëkat edhe i ka ardhur argumenti, po prap mendon ose thot e beson këtë gjë të lejuar, atëherë normalisht ky ka ardhur me diçka, do thonë që e ka nxjerr prej feje. Pra ky ka bërë mëkat edhe ka dalë prej feje jo për mëkatin,
mirë po për besimin që ky pati se kjo gjë nuk i ndikon atij domethënë në fenë e tij dhe nuk ka edhe ka kundërshtuar pse domethënë pse ka dalë po të futemi në origjinë, sepse ta konsiderosh diçka haram, ti ta konsiderosh të lejuar, kjo realisht është për gënjeshtrim për Kur'anin dhe për fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, rregulli në këtë që thamë është se gjunaqari nuk konsiderohet se ka bërë kufër, nuk konsiderohet se ka bërë kufër dhe se është jo besimtar vetëm nëse domethënë i shoqërohet atij diçka, domethënë që e ka bërë njeriu, domethënë jo për shkak të veprës, por për shkak të faktorit tjetër, të cilën e ka nxjerr atë prej feje. E po të shikosh faktikisht këto kanë përmend istihlalin. Mirë po, istihlali, pra ta konsiderosh haramin halal, ky është një aspekt, po nuk është aspekti vetëm. Nuk është aspekti vetëm, domethënë. Dhe këto çështje të cilat njeriu mund ta nxjerrë nga feja për shkak të jo të vetë gjunafit, po për shkak të faktorit tjetër që ka, mund të jenë dy llojesh. E para që lidhet me fjalën e zemrës, dhe fjala e zemrës është pikërisht ajo që tham istihlali, pra ta mendoj si diçka të lejuar, pasi kjo është për gënjeshtrim për Kur'anin dhe profetin dhe hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa tjetra është vepra e zemrës, pra të vi me diçka të cilat dallon se ky me këtë gjë e ka hedh poshtë pranimin dhe nënshtrimin. Për shembull, ai e kalon një vepër për shkak se, domethënë, po ta shikosh ka neglizhencë ose ka injorim për të. Pra kjo është vepër e zemrës e cila në vetvete nuk e ka nxjerrë atë prej feje, ajo vepër që la, po e nxori prej feje ajo vepër e zemrës që ai kishte. Pra e nënçmoi diçka të fesë, edhe për këtë arsye doli prej feje, jo se e la atë vepër, po për shkak të atij besimi ose të asaj vepre të zemrës që pati në moment që e la ose që e veproi një vepër. Këtu kemi tre çështje të cilat duam t'i përmendim shkurtimisht. E para është se pse ehli suneti dhe xhamati ke çështja e istihlalit, pra të besosh se harami, pra atë që është haram ti ta besosh halal, përmendin thonë dhe nuk i bëjmë tekfir askujt nga muslimanëve për ndonjë gjunaf përderisa nuk e lejon. Dhe ndodh që njeriu nuk e vepron veprën, po prapë se prapë mund ta konsideroj të lejuar edhe po nuk e veproj. Përgjigjemi, po kjo është e vërtet faktikisht, njeriu edhe mund ta konsideroj diçka të lejuar që është haram dhe nuk e vepron, mirë po shembulli që kanë sjellë është për shkak asaj që është e përgjithshme, se nuk parandodh që njeriu diçka e cila është haram ta mendoj të lejuar dhe mos ta veproj. Po pikërisht se e mendon dhe beson të lejuar dhe e vepron. Çështja e dytë lidhet me përmendjen e istihlalit. Pikërisht ajo që tham, pse kanë përmend vetëm istihlalin, ndërkohë që ne e tham që istihlali, pra ta mendosh haramin halal, është një aspekt i cili ja rrënon njeriu, pra bazën e imanit për shkak të asaj vepre, pra jo për vetë veprën, po për shkak se e bëri të lejuar. Pse përmendet vetëm istihlali kur ka disa aspekte të tjera? Kjo faktikisht jo që e ka përmend autori se është vetëm istihlali, mirë po e ka dhënë si shembull, pra përdesa ka gjëra të cilat njeriu i vepron dhe jo për shkak të veprës, por për asaj që i bashkangjit veprës,
i rënon atij imanin dhe e nxjerr nga feja, dhe prej kësaj është istihlali pra. Shembulli ka ardhur shembull me istihlalin dhe çdo gjë që është si istihlali pra ka të njëjtin gjykim. Dhe e fundit, dhe cila është e rëndësishme, është se ehli suneti dhe xhamati janë të kujdesshëm dhe nuk e zbatojnë këtë rregullin e istihlalit vetëm se në gjërat që dietarët kanë rënë dakord. Pra nëse dietarët kanë rënë dakord që kjo gjë është haram, edhe pastaj vjen dikush e bën halal dhe e veproj apo se veproj, atëherë po, ky është jo besimtar. Po për gjërat që dietarët kanë rënë diskutim, që nuk kanë rënë dakord, është halal apo është haram, atëherë nuk i lejohet askujt të japi gjykim për atë person i cili thotë kjo është halal. Pra nëse dikush thotë, "Valla, unë këtë me argument nga Kurani, Suneti, me dietarë kanë thënë që kjo lejohet." Dikush tjetër thotë, "Jo, kjo gjë s'lejohet." Se ka mënyrën e vet të argumentimit. Nuk i lejohet këtij ti bëj tekfir tjetrit, pse? Sepse unë besoj që kjo është haram dhe ti po e bë haramin halal. Jo, se ai ka argument. Edhe gjykimi këtu jepet vetëm se për gjonat të cilat dietarët kanë rënë dakord dhe nuk ka dy mendime, po ka vetëm një, që kjo është haram dhe pikë. Nëse ka ndonjë pyetje vëllezër, se kaq që kemi për sot. Allah shpërblet, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.